Kunata ime ka një pyetje për ju. Pajt, bismillah. Thot se vjerri i saj e ka mallkuar shumë djalin e tij duke i thënë që ta sjell Zotin e Vlad. Dhe pas një kohe atij i vdiq vajza 11 vjeçe, domethënë mbesa e plakut. Kunata mendon se kunatit i vdiq vajza për shkak të mallkimit të vjerrit dhe dëshiron të di nëse vdekja ka ardhur nga mallkimi i vjerrit dhe a vazhdon ky mallkim apo duhet ta ndërpresi ai duke u tërhequr nga mallkimi. Nëse këto plakut, vjerrit, gjyshit i kanë hyrë në hak, i kanë bërë padrejtësi, e ka zonë mallkimi i tij, nuk ka dyshim. Dhe ky mallkim do të vazhdojë derisa të tërhiqet plaku prej mallkimit. S'ka dyshim ke kjo pjesë. Të hysh në hak prindit, babës ose nonës, të mallkoja i me shpirt, po vallai nuk bën hajër as në këtë botë as në botën tjetër.